Do vi çdo gjë në mënyrë shumë argëtuese, nëpërmjet quizeve, nëpërmjet lojrave, pra t'ja japim njohurinë teorike fëmijëve në mënyrë shumë të këndshme. Dhe gjithashtu për të shtuar pak se çfarë momentalisht ndodh në aplikacion, ne kemi dy funksionalitete, njëri e kemi quajtur misionet, dhe i dyti është kuleta e dëshirave e quajmë ne. Tek misionet prindërit kanë mundësi ti caktojnë detyra fëmijëve dhe ti caktojnë dhe një shpërblim monetar. Në këtë mënyrë fëmijët mësohen me vlerën e punës që tham dhe me idenë që për të marrë këto parat që ata i kërkojnë me kaq shumë gur, duhet të punojnë. Nuk është shumë e thjeshtë fitosh para. Dhe patjetër misionet duhet të monitorohen nga prindrit dhe cilësohen si të kryera vetëm nëse prindi jep okejn. Pra nuk çdo gjë kalon nga prindi. Mashtruesa të vegjël që mund të thonë prindit unë kam bërë këtë dhe pastaj ama prindrit nuk i shpëton asgjë. Jo. Ndërsa kuleta pastaj është kuleta e dëshirave ku fëmijët mund të listojnë të gjitha dëshirat që kanë dhe vlerën monetare që ka çdo dëshirë. Pra unë dua të blej një libër, unë dua të blej një PlayStation që mund të jetë dhe më e kushtueshme dhe për t'i arritur, për t'i realizuar këtë dëshira, ata duhet të punojnë, të fitojnë para dhe me paratë e kursyer në kulet do kenë mundësi pastaj të. Dhe madje këtu tek kuleta dhe dëshirat është dhe një, po them,